2 prilli do të mbahet mend jo vetëm për Shkodrën, por për mbar Shqipërinë. Një ngjarje me përmasa historike, mbar kombëtare, monumenti i qendresës dhe luftës së shkodranëve për liri dhe demokraci. Dita që shëmbi ndërtesën e urryer të komitetit të partisë. Do të mbetet një ditë krenarie, por edhe dhimbje e madhe. Ditë kur bisha komunista ditë vrau 4 djemë të rinj shkodran, plagosi me qindra të tjerë dhe mbyti me gjak një qytet të tërë. Por shkodranët fituan, mposhtën bishën komuniste dhe u bën burim frymëzimi dhe kuraje për mbar popullin shqiptar, për shëmbjen e komunizmit dhe ndërtimin e një Shqipërie të lirë, demokratike, dhe begate të integruar me dinjitet në strukturat euroatlantike. Është e vërtetë se një njeri, një qytet apo më gjërë përjeton situatat të ndryshme që nga të zakonshmet deri më të vështirat. Pikërisht te këto të fundit zbuluhet shpirti, aftësia, personaliteti dhe dinjiteti i tyre, ku ato dinë të mbajnë qëndrim historik të drejtë, duke dalur faqebardh para vetes së tyre, qytetit, kombit, para Zotit. Këtë bëri Shkodra me 2 prill, duke pasqyruar më tej traditat e mrekullueshme të parëve tanë, dashurinë për atë dhe, për liri e demokraci. Shkodranët kishin vrarë frikën, frika dhe tmerri kishin pushtuar shtetin komunist. Një popull i tërë ndiqte me shpresë, besim dhe plot respekt në ngjarjet e Shkodrës, dhe erdhi 1 dhe 2 prilli, që të mbesin për jetë, për tërë popullin shqiptar, monument i gjallë i luftës për liri e demokraci, kundër diktaturës komuniste. Ishin gjimnazistë të shkollës Jordan Misa dhe 28 nëntor. Befas mbi to u sulën 10 qindra polic, që filluan t'i godasin me shkopi gome dhe druri. Gjaku skuqi rrugët, të thirrurat dhe britma të dëgjuan në çdo shtëpi shkodrane. Po na vrasin djemtë dhe vajzat tona, dhe u derdhën drejt qytetit. Qindra dhe mijëra qytetarë nga lagjet Kiras, Dërgut, Sarreç, Dudas, Perash, Ara e Madhe, Xhabijej, Skënderbeg, Rus dhe nga fshatrat përreth. Urrejtja 50 vjeçare antikomuniste kishte bërë që atë ditë të mos njihej frika, plumbi apo vdekja. Bisha komuniste hapi zjarr mbi turmën, ran plagosurit e parë, të vrarët e parë, 4 djemë të rinj si Arben Broci, Bujar Bishanaku, Nazmi Kryeziu, Besnik Ceka, 4 përfaqësues të fizave të nderuara të Shkodrës. Ran në lulin e rinisë, për të mbetur për jetë të paharruar në historinë e Shkodrës, Shqipërisë e demokracisë. Unë poshtë basia komuniste, komiteti i partisë ra dhe u shëm ndërtesa Kobzez, që u kishte sjellë aq fatkeqësi shkodranëve, por 2 prilli nuk hesht. Ai është gjallë në shpirtin e çdo shkodrani. 2 prilli përsëri do të vazhdojë të përcjellë mesazhe. Ai kërkon ndërtimin e një shteti ligjor, luftë të suksesshme kundër korrupsionit, zhvillim të shpejtë të ekonomisë, rritje të mirëqenies, respektim dhe zgjerim të dimensioneve të demokracisë, integrim dinjitoz në strukturat euroatlantike. 2 prilli do të jetë gjithmonë në mbështetje të demokracisë dhe zhvillimit, bërim frymëzimi për një popull të tërë.